unë do shpëtoj Adelinën. Ka qenë si gjithmonë emocionues vendimi i radhës për largimin e një prej personazheve VIP nga Dancing Albania, por mbrëmjen e njëjtës, sfida vuri përballë dy bukuroshe dhe mikesha të ngushta, duke bërë eliminimin më të vështirë dhe prekës. Afërdita Dresha u largua kështu nga gara më e madhe e kërcimit në ekranet shqiptare për të lënë në spektakël këngëtaren Adelina Tahiri. Nuk e prisja sepse ishte një ndër kërcimet që më shkonte më së shumti. Isha fakti që mora komplimente, mora mesazhe nga të gjithë dhe më uronin dhe u pëlqeva shumë. Së dyti nuk e prisja që të më vende në sot me shoqen time më të ngushtë, që ishte një tmerr, mund ta them. Me rëndësi është që njëra nga neve ngeli. Nuk deshta të jetë kështu se e kam shoqë shumë ngushtë dhe nuk e di, po loja e ka dhe këtë. Më herët gjatë mbrëmjes shtatyet e mbetur në garë performuan edhe këtë puntat në disiplina të ndryshme, që nga klasiku vals e deri tek sensualja rumba, ku personazhet si çdo të njëjte u veshën me elegancë nga Ardi Aslani. Produksioni Trim Digital e Vision Plus, i cili i kushtohet tërësisht kërcimit dhe emocioneve që të fal ai, nisi në fakt me një omazh kushtuar mjeshtrit të koreografisë Agron Aliaj, i cili u nda nga jeta para ditën e të njëjtës. E ftuar speciale ishte edhe këngëtarja Besa me një nga hitet e saj më të reja. Por e veçanta e mbrëmjes me surprizave ishte musicali që stafi balerinëve profesionist, personazheve VIP, Anjeza Shahinit, Albi Xhepës dhe orkestrimit të veçantë Alfred Kaçinarit prezantuan në ritmet e këngëve më të bukura të legjendarëve Queen. I want it all. I want it all.